Përshëndetje të gjithëve, uroj që të jeni duke kaluar mirë. Jam këtu me një nga vajzat, studentet e akademisë, është Ola Olentina. Përshëndetje. Që në të njëjtin kohë është dhe parukieria ime që bëj këto shumicën e shërbimeve që un kam nevojë të bëj. Tani, Ola është njohur me mua në një moment si një shumica e njerëzve në një moment të vështirë, po do Olën të flasi për më shumë. Tani më busha syt me lot që po flas, por jona këtu ka ardhur në një moment timi shumë super të vështirë. Kam qenë në një udhëkryq, nuk e dia si më erdhën ato mendime, ato gjëra, forca ime që ja thash, ju shpreha, edhe më tha do bësh këtë, më udhëzoj. E dia shumë të vështirë, por me vërtet të bë realitet. Sot unë jam shumë e lumtur, nëse doni të kaloni limitet, jona është këtu. Madje doja të thoja edhe këtë diçka shumë veçantë. Mbrëm më njoftuan diçka shumë të keqe dhe jona më dërgoi një mesazh pa ditur asnjë gjë. Kam 2 fëmijë edhe nuk e di, më thot Olentina je super shpirt, shumë gjëra dhe i them jona je magjike. Nuk e di ku më lexove, nuk e di shpirtin, nuk e di, isha në shtëpinë time, jona në shtëpinë e saj dhe nuk e di si ma lexoj trurin. Është magjike, kaq. Studentet e mi të akademisë unë ndije jemi kilometra larg. Jam e lumtur që e kam njohur. Për të gjithë ju që jeni në Sarandë ose ju që vizitoni Sarandën, e jani te Ola, se është super profesioniste. Ja, jemi Ju dua shumë. Shumë dashuri për të gjithë ju. Dhe ju pres në trajnimet e jona akademisë. Shiheni përsëri.